besimi i njeriu vjetrohet. Si vjetrohet? Po është vërtet që besimi i njeriu vjetrohet. Sepse na ka treguar kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, duke na thënë innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Me të vërtetë që imani, besimi vjetrohet ashtu siç vjetrohet tesha, ashtu siç vjetrohet rroba. Kurse cili është ilaçi, cili është shërimi? Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith duke vazhduar duke thënë fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Prandaj luteni Allahun që t'ju ripërtërin besimin, imanin në zemrat tuaja. Përmirësimi i zemrës ka shkaqe të ndryshme. E para është besimi i vërtetë e sinqert, leximi i Kur'anit, leximi i librit të Allahut Azza wa Jall dhe meditimi në ajetet e tij. Po ashtu është edhe përkujtimi i vdekjes, edhe asaj që vjen pas vdekjes, etapave që njeriu ka me pas vdekjes. Shkak tjetër, po ashtu është edhe përmendja e Allahut Azza wa Jall, dhikri i shpeshtë. Shkak tjetër është këmbëngulja në dua. Në kërë muslimani ka ngullës në dua që Allahu Azza wa Jall me ja përforcu zemrën e ti edhe mas me deviju këtë zemrë masi e ka udhëzu në rrugën e drejtë. Gjithashtu, po ashtu për shkaqeve që zbuzin zemrën në afrojnë në Allahu Azza wa Jall, është mëshira për atë fashën e do për të varfrit, për jetimet e më muslimanin që ose dërë me e peshu imanin e ti, që ose dërë me e peshu fejnë e ti, me e vunë peshore, e peshon me dy gjana. Në rrallë të parë me namazin e ti, sa i rregull është me namazin e ti, sa në rregull e kryer namazin e ti ku merret Allah Azza wa Jall, sa i përqendruar është në rrallë, edhe dyta është sa i kushton rëndësi librit të Allahut Azza wa Jall, duke lexuar dhe duke meditu, edhe duke vepru me librin Allah subhanahu wa ta'ala. E kjo është peshorja reale e besimit të muslimanit. I takon muslimanit që në atë programin e tij ditor me pas leximin e një pjesë të Kur'anit, të librit të Allahut Azza wa Jall, mundësisht duke medituar atë, sa do pak, i gjysmë faqe, një faqe, 2 ajete, 3 ajete, 10 faqe, në vërsi të mundësisë që ka muslimani. Por se rëndësishme është që muslimani në përditshmërinë e tij me keni lidhur me librin e Allahut Azza wa Jall. Sepse është ushqim për zemrën e besimtarit edhe mund të karikuar, mund të afërt në Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe mas me u bë si ata persona të cilët i përshkruan Allahu Azza wa Jall në Kur'an, të cilët janë larguar dhe kanë kthyr shpinën librit të Allah subhanahu wa ta'ala. Besimi i muslimanit rritet me veprimin edhe me shtimin e veprave të mira dhe zbret ulet me veprimin e veprave që nuk i kënaqin Allahun Azza wa Jall, me shkelin e saqeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra imani, besimi jon ngrihet edhe ulet në vërsi të veprave tona, të mira apo të këqija. Nër pikat që muslimani po ashtu duhet me kushtuar rëndësi në lidhje me përmendjen e Allahut Azza wa Jall, është me i dhënë rëndësi muslimani me xhliseve të dhikrit, me i dhënë rëndësi me xhliseve të dijes, vendeve ku përmendet Allahu Azza wa Jall, vendeve ku mësohet feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpesh shohim tek muslimanët të sotëm një neglizhim në lidhje me xhliset e dijes, me xhliset se ku përmendet Allahu Azza wa Jall. E kjo gjë janë për tek rënia e besimit, për tek rënia e imanit, ndërkohë që pjesëmarrja në këto mezhlise, në këto ndaja, bën që zemra e muslimanit me pas jetë, zemra e muslimanit me u ripërtëri, me ushtu besimin tek Allahu Azza wa Jall, edhe me e shiju xhenetin e kësaj toke, para se me shiju xhenetin e botës tjetër. Ashtu siç thotë një prej dietarëve, thotë ai që nuk e shijon xhenetin e kësaj toke, nuk e shijon xhenetin e botës tjetër. E Allahu subhanahu wa ta'ala, si që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk shikon në trupat tonë, nuk shikon në pasunitë tona, por se shikon tek zemrat tona edhe tek veprat tona, si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Me të vërtetë që Allahu nuk shikon tek fizionomia juaj, te trupat juaj, edhe as tek pasunia juaj,
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kurse shef tek zemrat tuaja dhe tek veprat tuaja. Besimtarin e vërtet gjithmonë keme e pa duke pajtu mes palëve, duke e ndihmu nevojtarin, duke lehtësu një problem, duke largu disa halle dhe duke plotësu nevojën fukaras. Gjithmonë keme e pa besimtarin duke nxitu drejt veprave të mira, pa tërgu syfatësi, pa kërku reputacion edhe me ulduk në mesin e njerëzve, pa dasht famë, pa pas interes në mesin e njerëzve dhe pa kërku falenderimet e tjereve edhe lavdërimet e tyne. Gjematin e rum, gjë ma fisnike që Allah subhanahu wa ta'ala ka kriju në trupin e njeriu të zemra. E kur kjo pjesë e trupit rregullohet i gjithë trupi, e kur kjo pjesë e trupit prishet, atëherë prishet i gjithë trupi. Allah subhanahu wa ta'ala në ka thënë në Kur'an: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha wa adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur." Nuk kanë udhëtu ata në tokë, dhe nuk kanë ato zemrat që të kuptojnë, e vesh që të dëgjojnë. Me të vërtetë që nuk janë sy që verbohen, por se janë zemrat me gjokse që nuk shohin edhe bëhen të parasyshme. Ashtu Allahu Azza wa Jall na ka treguar, na ka thënë në lidhje me ditën e gjykimit: "Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në atë ditë kur nuk do të bëjnë dobi as pasunia, as fëmia vetëm ai i cili do t'i paraqitet Allahut Azza wa Jall në zemër të pastër. Në lidhje me shpjegimin e këtij ajeti, Sa'id ibn Musayyib, Allahu e mëshiroft, ka thënë rreth shpjegimit të zemrës së pastër, ka thënë: "Al-qalbu as-salimu huwa al-qalbu as-sahih." Ajo është zemra e shëndoshtë. Huwa qalbu al-mu'min, ajo është zemra e besimtarit. لأن قلب الكافر والمنافق مريض. Sepse zemra e mosbesimtarit dhe zemra e dyftyrshit, e munafikut, e hipokritit janë të smura. قال الله تعالى في قلوبهم مرض. Allahu Azza wa Jalla ka thënë në Kur'an, zemrat e tyre janë të smura. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadith duke na thënë: "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Me të vërtetë që në trup gjenet një copës mishi. Idha saluhat, saluha al-jasadu kulluhu. Nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi. O idha fasadat, fasada al-jasadu kulluhu. Nëse ajo prishet i gjithë trupi. Ala wa hiya al-qalb. Me të vërtetë ajo pjesës, ajo copës mishit është zemra. Në lidhje me këtë hadith e ka shpjeguar Ibn Rajabi, Allahu mëshiroft, në librin e tij në Jami'ul Ulumi wal Hikam, duke thënë: nëse zemrat përmirësohen, edhe nuk met në to asnjë dëshirë tjetër, edhe drejtim tjetër përveç se për tek Allahu Azza wa Jall, atëherë gjymtyret kanë me u përmirësu. Pra kanë u përmirësu veprat e jashtme që njerëzit i shohin. Dhe do të lëvizin këto gjymtyr vetëm për Allahun Azza wa Jall edhe drejt asaj të cilës e kënaq atë për Allahun Azza wa Jall. Dërkohë që profeti alayhi salam në lidhje me devotshmërinë i ka thënë një ditë sahabeve të tij, shokëve të tij: "At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna." Me të vërtetë që devotshmëria është këtu, edhe ka bërë me dorë nga gjoksi. Ka thënë 3 herë: me të vërtetë që devotshmëria është këtu, me të vërtetë që devotshmëria është këtu, me të vërtetë që devotshmëria është këtu. Pra esenca e devotshmërisë gjendet në zemër. Kurse gjymtyrët e jashtme e përkthejnë imanin, besimin dhe devotshmërinë e kësaj zemre. Po ashtu na duhet të dina që besimi i njeriu vjetrohet. Si vjetrohet? Po është vërtet që besimi i njeriu vjetrohet. Sepse na ka treguar këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, duke na thënë: "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb." Me të vërtetë që imani, besimi vjetrohet ashtu siç vjetrohet pesha, ashtu siç vjetrohet rroba. Kurse cili është ilaçi, cili është shërimi? Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith duke vazhduar duke thënë: "Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum." Prandaj luteni Allahun që t'ju ripërtërin besimin, imanin në zemrat tuaja. Xhamatin e rum, përmirësimi i zemrës ka shkaqe të ndryshme.
Allahu Azza wa Jalla I ka caktuar disa shkaqe për të rregulluar raportin tonë në lidhje me Allahun Azza wa Jalla, zemrën tonë me bë më të butë, zemrën tonë me bë më të nishme kundrejt urdhave të Allah subhanahu wa taala. Ato janë të shumta, por përmendim disa prej më kryesoreve. E para është besimi I vërtetë dhe sinqert tek Allahu subhanahu wa taala në radhë të parë, duke mos I shoqëruar atij shok në adhurim, duke adhuruar të një dhe të vetëm, duke besuar tek me lajket e tij, tek librat e tij, tek të dërguarit e tij, tek dita e gjykimit, e po ashtu edhe tek caktimi I Allahut Azza wa Jall, qoftë ai I mirë apo I keq. Sa më shumë që imani, besimi zën vend në zemër, sa më I fort me kanë kë iman, aq më I butë dhe më e nishme ka me kanë zemra e musliman. Besimi I sinqert edhe I vërtetë e bën zemrën e butë, e të nishme dhe e shtyr në bë vepra të mira dhe po ashtu me u largu çaqeve edhe kufive të Allahut Azza wa Jall. Kjo është e parë. E dyta, në pikat e rëndësishme është leximi I Kur'anit. Leximi I librit të Allahut Azza wa Jall edhe meditimi në ajetet e tij. Jo thjesht leximi, por se edhe meditimi në atë që na lexoj. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allahu ka shpallë fjalën më të bukur, Kur'anin, në formën e një libri pjesët e të cilit I ngjason njëra tjetrës, përsëritet. E prej tij urren qerët lëkurat, atyne që I friksohen Zotit të tyne, e mandej qetësohen lëkurat edhe zemrat e tyne kur përmendet Allahu Azza wa Jall. Sa më shumë që muslimani lexon librin e Allahut Azza wa Jall, aq më shumë I shtohet imani. Sa më shumë që I lexon ajetet edhe mediton në këto ajete të Kur'anit, aq më I fort bëhet besimi në zemrën e tij dhe po ashtu largohet edhe mundësia e zemrës. Largohet edhe mundësia nga zemra dhe I afrohet mirësisë së Allahut Azza wa Jall. I takon muslimanit që në atë programin e tij ditor me pas leximin e një pjesë të Kur'anit, të librit të Allahut Azza wa Jall, mundësisht duke medituar atë, sa do pak, I gjys faqe, një faqe, 2 ajete, 5 ajete, 10 faqe, në varësi të mundësisë që ka muslimani. Por së rëndësishme është që muslimani në përditshmërinë e tij me kanë I lidhur me librin e Allahut Azza wa Jall. Sepse është ushqim për zemrën e besimtarit edhe mund të karikuar, mund të afërt me Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe mos me u bë si ata persona të cilët I përshkruan Allahu Azza wa Jall në Kur'an, të cilët janë larguar dhe kanë kthyr shpinën librit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Muslimani nëse don me e peshu imanin e tij, nëse don me e peshu fenë e tij me punë peshore, e peshon me 2 gjëra. Në rrotë të parë me namazin e tij, sa I rregullt është me namazin e tij, sa në rregull e kryen namazin e tij kundrejt Allahut Azza wa Jall, sa I përqendruar është në rradh, edhe dyta është sa I kushton rëndësi librit të Allahut Azza wa Jall, duke lexuar dhe duke medituar edhe duke vepruar me librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E kjo është peshurja reale e besimit të muslimanit. Po do është me uzgja. E treta, prej shkaqeve që sjellin bucinë e zemrës, po ashtu është edhe përkujtimi I vdekjes. Edhe asaj që vjen pas vdekjes, etapave që njeriu ka me pas mas vdekjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadith duke thënë: "Eksiru dhikra hadi bil ladhat." Shpeshtojeni përkujtimin e asaj që ju prish ato dëshirat. E ajo është vdekja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka porosit muslimanin me vizitu smurin, me përcjell xhenazën edhe me I vizitu varrez. A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Zurul qubur." Vizitojini varret, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, sepse ata ju përkujtojnë ju botën tjetër, ndërsa në një transmetim tjetër thot fa innaha tudhakkiru al-maut, sepse ato ju përkujtojnë ju vdekjen. Sa herë që muslimani I viziton varrezat, e përshëndet ato banorët aty në vorreve dhe lutet për ta për mëshirë e falje,
në atë moment ai kupton që herët ose vonë ai ka me kanë vetëm banimi i gjithëve ne. Herët ose vonë. Në këto varra njerëzit janë të barabartë. Sunuesi me të sundumin, i dopti me të fortin, burri me gruan, i malli edhe i vogël, të tanë janë të barabartë. Përveç se me veprat e tyre që e kanë taku Allahun subhanahu wa ta'ala. Të gjithë kanë me shku aty dhe kanë me qëndru në këtë varre derisa Allahu subhanahu wa ta'ala ka me dhënë laje për shkatrimin e tokës edhe me leju ringjalljen e krijesave për të llogaritë në ditën e gjykimit. Në këtë periudhë pritjeje, varret i ndahen në dy kategori. Ose janë kopshte prej kopshteve të xhennetit, ose janë gropa prej gropave të zjarrit. Allahu i baft varret tona edhe varret e muslimanëve kopshte prej kopshteve të xhennetit. E kushdo që e përkujton vdekjen edhe i viziton varrezat, e kupton se ky është vend banimi i robit të Allahut azza wa jalla mas vdekjes. E kur e kujton kjo gjë kemi arrit besimin, ka më afruar me Allahun azza wa jalla, ka më zbut zemrën edhe ka më shpeshtu veprat e mira edhe ka më largu veprave të këqija. Shkak tjetër, po ashtu është edhe përmendja e Allahut azza wa jalla. Dhikri i shpesht i Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla kur flet për besimtarët e tij në Kur'an, thot alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ata që besojnë dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu qetësohen, e me të vërtetë që zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut azza wa jalla. Nër pikat që muslimani po ashtu duhet me pushtu rëndësi në lidhje me përmendjen e Allahut azza wa jalla, është me i dhanë rëndësi muslimani me xhiliseve të dhikrit, me i dhanë rëndësi me xhiliseve të dijes, vendeve ku përmendet Allahu azza wa jalla, vendeve ku mësohet feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpesh shohim tek muslimanët e sotëm një neglizhim në lidhje me xhiliset e dijes, me xhiliset se ku përmendet Allahu azza wa jalla. E kjo gjë janë për tek rënia e besimit, për tek rënia e imanit, ndërkohë që pjesëmarrja në këto mezhlise, në këto ngaja, bën që zemra e muslimanit me pas jetë, zemra e muslimanit me uri për të ri, me ushtu besimit tek Allahu azza wa jall, edhe me e shiju xhenetin e kësaj toke, para se me shiju xhenetin e botës tjetër. Ashtu siç thotë një prej dietarëve, thotë ai që nuk e shijon xhenetin e kësaj toke, nuk e shijon xhenetin e botës tjetër. Pikë tjetër po ashtu, shkak tjetër është këmbëngulja në dua. Në kaj muslimani ka mundës në dua që Allahu azza wa jall me ja përforcu zemrën e tij, edhe mos me deviju këtë zemër mos i e ka udhëzu në rrugën e drejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kush ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i mirë i krijesave, më i dashur i Allahut azza wa jall. Kur i bante dua Allahut azza wa jall, thonë ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi i zemrave, forcoje zemrën tëme në fenë tënde. Gjithashtu, po ashtu për shkaqeve që zbutin zemrën o afrojnë Allahun azza wa jall, është mëshira për atë faqen e do për të varfrit, për jetimet e me radhë, edhe dashamirësia kundrejt tyre. Sa herë njëri i gjenet këtyre njerëzve në nevojë, zemra i zbutet edhe mirësia e tij i shtohet. Një ditë për diç erdhi një person dhe ju anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për urtësinë e zemrës së tij. Ju anku i thotë që kam zemrën e ngurtë, duhet me gjetë mënyrën se si me shëru këtë smundje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: imsah ra's al-yatim, përkthele kokën e jetimit, wa at'im al-miskin, edhe ushqeje atë të varfrin. Sa më shumë që njeriu interesohet për të varfrin, për nevojtarin, për fukaran, aq më shumë ka më zbut zemra edhe ka më shtu mirësia edhe imani. Sa më tepër që ka më plotësu nevojat e tyre, sa herë që ai ka më ndërmjetësu për ta, edhe sa herë ka më i bë favore e dashamirësi kundrejt tyre, zemra e tij ka më zbut edhe ka më afruar me Allahun azza wa jall. E kjo është shenjë butësisë të zemrës dhe farfërsisë në vepra e mira. Po është sa herë që muslimani iman lidhet farefistore, tregohet i mirë me ta,
edhe zemra ati ka po ashtu zbutet me këto shkaqe. Krahërorit i zjanohet, zemra ati qetësohet. Sa herë që tregon mirësi i kundrejt prindërve të tij, kujdeset për ta, i respekton edhe sillet mirë me ta, zemra ati ka me u zbut, mirësia ka me u afru. E po ashtu pastërtia e zemrës prej zilisë dhe prej urrëties është dëshmi e butësisë së zemrës tane. Kur je i kënaqur me atë që Allahu Azza wa Jalla të ka dhënë, tregon dashninë ndaj muslimanëve, e pastron zemrën tane prej egos, prej dëshirës për me u dukë të tjerët. Në këtë rast gjendja e muslimanit përmirësohet edhe zemra e tij zbutet. E në përgjithësi muslimani duhet me ditë se veprat e mira janë dëshmi e butësisë dhe mirësisë së zemrës, dhe se veprat e këqija janë dëshmi e zemrës së ngurtë. E Allahu subhanahu wa ta'ala, si që tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk shikon në trupat tonë, nuk shikon në pastërnitë tona, por se shikon tek zemrat tona edhe tek veprat tona, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Me të vërtetë që Allahu nuk shikon tek fizionomia juaj, te trupat juaj, edhe as tek pasunia juaj, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, por se shef tek zemrat tuaja dhe tek veprat tuaja. Një zemër shohet ajo zemër, e cila ruhet prej dyshimeve dhe prej epsheve. Ruhet prej dyshimeve në argumente që vijnë prej Allahut Azza wa Jall, edhe ruhet prej epsheve që kundërshtojnë urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo lloj zemre ka me gjetë shpëtim në ditën e gjykimit, siç thot Allahu Azza wa Jall, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Në ditë kur nuk ka me bë dobi, as pasunia as fëmia, vetëm sa ai cili ka me ju paraqit Allahut Azza wa Jall me zemër të pastër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Xhamatin e nderuar, besimi i muslimanit rritet me veprimin edhe me shtimin e veprave të mira dhe zbret ulet me veprimin e veprave që nuk i kënaqin Allahun Azza wa Jall, me shkelin e saqeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra imani, besimi jon ngrihet edhe ulet në varësi të veprave tona, të mira apo të këqija. Në lidhje me këtë, argumentet janë të shumta, për tyre përmendin fjalën e Allahut Azza wa Jall në lidhje me besimtarët, ku thotë: "Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana." Edhe kur aty në i lexohen ajetet e tia, pra besimtarëve i shtohet besimi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba." Imani është 70 e sa gradë, ndërsa në një transmetim 60 e sa gradë. A'laha qawlu la ilaha illa Allah. Grada më e lartë është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë se Allahu Azza wa Jall. E kjo është esenca e Islamit dhe feja të gjithë pejgamberëve. Wadnaha imatatul adha 'anil tariq. Edhe grada më e ulë është largimi i një pengese nga rruga. Pra në varësi të veprave tona imani rritet edhe ulet edhe është gradë, nuk është një gradë e vetme. Për shenjave që tregojnë imanin e fortë edhe butësinë e zemrës është kur besimtari kujdeset për namazet e tija, duke ju dhënë tyne namazeve rëndësinë që i takon. Atyre 5 namaze që Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka bë obligim, 5 namaze brenda ditës edhe natës, e kanë shpërblimin e 50 namazeve, siç tregon hadithi i natës së Isras dhe Mirajit. Edhe ky namaz është ai i cili na ndalon nga veprat e këqija. Siç thot Allahu Azza wa Jall: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Është vërtet që namazi të ndalon nga veprat e këqija dhe veprat e ulta. Siç thamë përpara, prej peshores së sa të besimit të muslimanit është edhe namazi. Rëndësia që jep muslimani këtij namaz, falja në kohën e tij, përqendrimi në këtë namaz, meditimi në këtë namaz, në momentin që nuk i japim rëndësinë e duhur namazit ton, vetëm se e largojmë veten tonë prej Allahut Azza wa Jall dhe fillojmë bash dhe kapusim lidhjen tonë me Allahun Azza wa Jall, e nuk i bëjmë dëm askujt tjetër vetëm se vetes tonë. Zemra e muslimanit është e gjallë kur i bindet Allahut Azza wa Jall, kur i kryen obligimet e tij, kur nuk i shkel saqet e Allahut Azza wa Jall, kur e përmend Allahun subhanahu wa ta'ala,
kur jep kontribut në veprat e mira, kur bëhet faktor përmirësimit në shoqërinë që e rrethon. Besimtarin e vërtet gjithmonë keme e pa duke pajtu mes palëve, duke e ndihmu nevojtarin, duke lehtësu një problem, duke largu disa halle dhe duke plotësu nevojën fukaras. Gjithmonë keme e pa besimtarin duke nxitu drejt veprave të mira, pa tërgu syfatësi, pa kërku reputacion edhe me u duk në mesin e njerëzve, pa dasht famë, pa pas interes në mesin e njerëzve dhe pa kërku falënderimet e tjerëve edhe lavdërimet e tyre, por se duke ecë si mas fjallës e Allahut Azza wa Jall, kur i përshkruan besimtarët, thot wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, ata i ushqejnë të varfrit, jetimet edhe të zanit rob, edhe pse vet ato janë nevojtar, duke thënë innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Me të vërtet që ne ju ushqejmë ju vetëm për hir të Allahut e nuk dona as shpërblim e as falënderim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ne i friksohen as Zotit tonë në një ditë të ashpër që ka me i pa fytyrat e vrejtuna. Fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Allahu ka me i rujt ato njerëz nga tmerret e asaj dite dhe ka me ju dhanë shkëlqim e gëzim pra në atë ditë, në ditën e gjykimit.